Duhet një program i qartë dhe transparent që të bindet qytetarit, bindet pensionistit, bindet profesori, të bindet punëtori, do me thonë, të shko si ilaçi të smundje, do me thonë, programi. Ai është thelbi kryesor i jetës që njerëzit se nuk besojnë më në politika, njerëzit janë lëdha. Se nuk besojnë, ka drejt, tani çfarë i bëjmë ne tani si ky me dalë si politikan, me thonë. Duhet me parandalu smundjen. Që ta parandalu smundjen. Duhet kemi pyje, duhet kemi lumej, që këta sot nuk funksionojnë. Nuk funksionojnë. Duhet kemi... Tani, okej, ram dakord që të dy thoni që duhet parandalojmë smundjen. Si mund të parandalohet kjo smundja? Po për shembull Rusia ka për pak fare. Kryeministër zëvendës kryeministër. Nga modestia thot, le të jetë Gazi kryeministër, ju zëvendës kryeministër. Unë mos vendosem fare në politikë, po unë dua që ta shoh Shqipërinë të mirë. Fëmijët jenë më të mirë se ne. Po nëse unë do jem kryeministër, atëherë propozoj këtë për president të Republike. Për president? Po, patjetër. Po, patjetër. E meritoj. Po, Bega më shumë si po, s'ka. Ja lishonin ka mustaqe, janë me mustaqe. Dhe pastaj hoqi po ja.